Unë sa po shtrisha për të fletë. Po? Alla e vura kokën në astik. Isha e horizontalisht. Në atë moment, të në punë të Zotit, nuk ishte dëshira ime për të shfaq para Zotit. Unë në gjëndat për para Zotit, sa vura kokën në astik. Sa po shtrifa? Sa po vura kokën në astik, isha horizontalisht. Po? U gjëndat për para Zotit. A mu do? Edhe, ajo që pashum aty ishte se u shfaqa vertikalisht për para Zotit. Ndërkohë që unë isha shtrirë... Ndërgjegja jote të thoshte që ti ishe akoma shtrirë, s'kishe ndërgjegje. S'kisha ndërgjegje fare në ato momente. U shfaqen këmbë. Po. U shfaqa vertikalisht kështu në këmbë. Po, dhe shije veten të shtrirë ndërkohë. Jo, vetëm nuk e shive, e vetëm me rësirë. Edhe Zotin mes. Shfaqe gjigande Zotit mes. Si të shfaq të silueta e Zotit? Ishte siluet, ke një përfiturim të ti? Është ashtu si me mjekër, me një... Jo, nuk ka shans. Ato që kemi parë dhem sot janë në që të si prava. Nuk dhe Zotit ashtu në për madhe, në për lukina. Zotit u shfaq një erësirë. Çdo gjëra thonë dhe erësira. Ishte në formë në dritës si bje, një dritë. Zoti ishte gjithçka. Zoti ishte gjithçka. Imagjino tash. I mbuluar Zoti me flori, me pamjen e florit. Flori? Flori ishte Zoti. Zoti ishte flori, po çfarë flori? Ta shpjegoj florin. Po. Zoti ishte e parasysh si flori në formë zhive. Shiko tani si është Muhamedi. Unë e kuptoj shumë bukur që nuk hyt dot në mendjen e zotrisë apo të tjerëve se si e shikojnë Zotin. Por me aq sa di unë duket, nuk është asnjëri nuk i reziston dot prezencës tia. O Zot më fal. Shiko, kur dini në emisione në televizione publike, që siç e kam thënë, lini vend për të komentuar, lini vend për të argumentuar. Dhe tani unë si një popull, si një person i thjesht, tani mu më vjen për të qesh kjo lloj deklarat, mu më vjen për të qesh. Okej? Se njëri thot është ngjyrë floriri, ai tjetra tha dritë e bardhë në kam me mjekër. Tash unë çfarë të bëj këtu për shembull midis dy njerëzve, jo më larg se sa 2 ditë, 3 ditë apo 4 ditë. Njëra thot e pash të bardhë koveshur me kostume mjekër më the tash, tjetri thot më shfaq në pikë të errësirës aty me ngjyrë floriri. Tash unë si popull çfarë bëj tash? E kupton? Më vjen për të qeshur vëlla. Vjen për të qeshur. Çfarë bëj tash të vras veten mos sa dëgjoj. E po ta mbyll gojën apo të zhduk rrjetet sociale. E kuptoni? Tani, ju lini vend për këto lloj gjërash, për këto video, nuk e di se si mund t'i quaj, por janë të logjikshme sipas logjikës tuaj. Dhe tani mua me këto më vjen për të qeshur. Tani, pastaj vini dhe thoni në për mesazhe, në për gjëra, jo po denoncim, jo po jo pasurore, ku di unë se s'm ka ngatruar. Tani unë çfarë të bëj? Dilni në televizion publik, në një televizion publik kombëtar, dilni në një vend me deklarata publike dhe patjetër që ka një popull që ju ndjek, ka dhe shumë njerëz që komentojnë dhe ju nuk e pranoni mendimin ndryshe. Tani ju thoni e keni parë Zotin, tash unë ç'a jam unë për shembull, këtë ekzisto kam kotur. Ose nëse u ka dalë juve si zotris dhe asaj zonjës tjetër, që tha e kam parë me mjekër dhe me kostum bardhë, kështu veshur gjatë mjekër, flok bardha. Po na shashtisët, e kupton? Do me thënë, po vëhemi me dyshim me veten, se po themi, nëse jeni njërës jeni me dhuntia vlla, e kuptoni, jeni, le ta themi në një farë mënyrë, si pas ignorancës time, jeni dërguarit e ti. Do me thënë, duhet jetë fati madh me që na afër jush, sepse keni takuar Zotin, dhe pa tjetër kam shumë dëshirë të jem afër jush, se do të thotë që jeni me dhunti, jeni të dërguarit e ti, keni takuar atë. E kupton se të parët, ata të parët fare, ose në për libra shkruhet, në për librat e shenjtë shkruhet që prezencës ti nuk i reziston do të askujt. Ju keni hedhur poshtë të gjithë këtë lloj shkrimi ose këtë lloj deklarata, le themi, më falni qoftë se nuk jam shprehur mirë, po e them në këtë lloj deklarata, e kërkoj ndjes, keni hedhur poshtë sepse ju i reziston, keni dhe ata të dërguarit e ti nuk i ka rezistuar ose nuk i rezistonin dot.
që na bët çorb, na bët dhall, na thartuat fare, na jep në një drejtim që ta dim dhe ne që të dim se kush jeni dhe ju dhe të kemi fatin e madh të takojmë në afër, të na preknin çik në ballë, na ishte një hallë probleme, s'di se çfarë thot vllajot.